Me qëllim demokracinë e barabartë në zgjedhjet parlamentare të vitit 2017 në Shqipëri dhe ndërgjegjësimin e qytetarëve mbi këtë domosdoshmëri, një grup aktivistësh kanë shpërndar fletpalosje dhe informacion në rrugët e qytetit të Shkodrës. Vilden Agushta, aktiviste e rrjetit Barazi në Vendimarrje, tha se aktiviteti pasues do të jetë ai të premtes ku kandidatet për deputete do të jenë të ftuara të prezantojnë para qytetarëve programin e tyre elektoral dhe vizionin e tyre politik. Ky është një aktivitet i organizuar nga rrjeti i grave Barazi në Vendimarrje në kuadrin të një sër aktivitetesh që kena bërë në mbështetje të barazisë gjinore. Kjo bëhet tani në prag të zgjedhjeve parlamentare, në mënyrë që partitë politike të kenë parasysh përfshirjen e grave në listat për deputet. Në vazhdimsi të kësaj, do të bëjmë edhe një tryezë trombullakët në fundjavë, ditën e premte, ku do të keni mundësi të shihni paraqitjen e gjithë kandidatëve për deputete të qarkut Shkodër, atyre që dëshirojnë. Për disa ditë me radhë, aktivistët e Barazi në Vendimarrje kanë informuar komunitetin për rëndësinë e përfaqësimit dhe pjesëmarrjen e barabartë të burrave dhe grave në zgjedhjet e vitit 2017.